Shtatimi duhet jetë I lirë. Qëno? Përdojnë ngjyrën e verdhë, zemër. Dhe kemi mbushur me dhe tani ne do të mbjellim këtë lule e do ta fusim vendat, do të hapim pak vëndin. Hape pak vëndi dhe unë aty. Triqe me kujdes. Doli. Shumë ja. Ne do ta mbyllim edhe e vazhës. Me dorë. Gjeshe se kisha hapur shumë gropën. Gjeshe pak. Jo aq shumë. E bët gure bët, oh. Qa do tani? Tani do të jetim pak ujë. Ku e keni ujin? Po. Edhe fasulja shikoj që kam bërë shumë. Ju lumshin duart. Ne do të mbjellim me një lule dhe si fillim ne kemi marrë një bazë të kemi mbushur temën. Dhe tani do të hapim gropën që ka vënë lulën. Pasi të kemi mbaruar do të ta xhejmë lulën nga faza. Triqe. Bravo. Dhe tani do të bëjmë këtu. Gjeshe. Pastaj do të gjejmë. Jo, me duar, bëhet me duar tani. Prandaj kemi vendorezat, gjeshe dhe rregulloj dhe unë gjithandaj ashtu. Dhe në fund tani do të hedhim ujë. Dhe në fund Edhe pak. Atë këtu kemi dhe fasullet tuaja, të cilat janë bërë, sidomos kjo e emës. Super. Jo lumt. Do të vendosim të gjitha në dritare kur të përfundojmë. Ne tani do mbjellim. Të lutem, lëri fjalët. Në fillim duhet të hapim verën. Po. Që të mbjellim fara. Vajza, pa fjalë. Gjejmë shokun. Tani do të mbjellim disa fara. I fusin farat brenda, duhet të ngulen brenda fara, duhet të jenë të mbuluara nga dheu. Ashtu dhe. Vër disa. 4 çak. 4? Të 4 në një vend I vura më? Po jo, më pse. Vër një këtu të shpërndar. Ashtu. Dhe vazhdojmë, çfarë duhet akoma? Tani duhet të hedhim ujë, që të rritën. Ne do të mbjellim farën me gjimi dhe digë e portokalli. Si fillim do të hapim një grapë të fusim digë. Po, opa. Mbyllë me duar tani, gjeshe pak dhe unë. Tani dyshon të mi do të mbjellim farën me S'ke mbaruar ti, që duhet akoma aty të ty? Tani duhet të hedhim pak ujë. Pra,
Vazhdo Amra. Tani të kjo vazo do të mbjellim falin e diellit. Atëherë do t'i vendosim farat duke i ngjeshur brenda në dhe. Bëhe Noel? Po. Disa. Nuk ngjeshet ajo. Nuk ngjeshet. Vetëm mbushe me dhe vazon. Jo e mbushët? Do t'i hedhim ujë, po. Dhe shpresojmë që fara të zënë. Sa fara bure? Sa fara bure? Si numrove? A tu dole sipër mu? A tham gjeshi brënda? Gjeshi. Futi më brënda farat, po ndeti fara sipër, aha? S'ka për të zënë gjë. Kul. Nuk pa gjaj. Të thatë bozinoku dhe kemi mbushur bazën me dhe. Ne tani do hapim dheun. E kemi të shkriftuar, shumë mire pas kemi dheun. Dhe do fusim farën brenda. Shkërmoqe, nuk vjet ashtu ajo. Ajo shkoqe, se e ka kokrat brenda farat. Shkoqe kështu, me dorë. Ashtu. Mbuloje tani dheu. Mbuloje, bravo. Tani që do të vendosësh? Tani do i hidhim pak ujë. Po. Dhe? Mos bëj llaç. Dhe duhet ta lëmë. Mos i thuj më. Dhe duhet ta lëmë në një ampul me dritë që ajo të rritet. Edhe pak ujë. Mjafton. Si shohni përshësim pjesën e farë. Shoku tani ka bërë që të vënë këtë vazë. Dhe këtë e heqim nga kutija. Dhe do e vëjmë atë. Hiqe ti. Aty afër që mos bëjmë shumë pjesë. Triqe pak. Futi duhet pak dhe triqe. Afër rrënjës. Ashtu. Bravo. Edhe pak. Doli. Kujdes. Ashtu dhe bravo. E vendosim aty në qendër dhe rregulloj me duar tani, me duar. Hape më mirë, hape, fute pak më thellë, ngjeshe. Ashtu dhe. Shumë bukur, rregullojeni dhe unë anash, mblidhini edhe këto qyran. Që do bëjmë tani? Që të ka nevojë ajo? Tani do i hedhim pak ujë. Do t'i hedhim pak ujë. Ku do ta vendosim? Në një vend që ka diell. Shumë mirë. Çfarë do bëjmë tani? Tani do bëjmë një grop për të lënë këtë. Po. Hapim një grop aty në mes. Shumë mirë. Ktheje tani me kujdes atë lulën. Kujdes, nxire nga vazoja në dorën tjetër. Mbaj. Ja. Shikoni si ka lëshuar rrënjët? Atere, tani vendoseni drejt dhe vendoseni dhe unë me kujdes nga të gjitha anët. Ha. Rregullojeni me duar tani, me duar. Ha. Hape dhe unë mirë nga të gjitha anët, niveloje.
Shhh. Bravo Elioni, Alessia, Aurora, bravo, ju lumt. Ju lumt, kështu vazhdoni. Çfarë duhet të bëjmë tani? Tani kemi për t'i edhe ujtin, pastaj kemi për t'a lënë në një vend që rrezet e diellit ta kapin. Pra do t'i hedhim ujë. Urdhro, hidhe ujë. Shumë mirë. Ne do të mbjellim një lule dhe kemi vazon dhe dheu. Të dy bashkë dhe e nea që të mbarëm shpejt. Mbushim vazën edhe.